Shqiptarët i shikojnë Zoti President, kom luftu për ta. Unë nuk kom qenë larg nga frontet e luftës. Unë vetë kom luftuar. Padyshim. Unë nuk kom qenë larg nga frontet e luftës. Keni përdorur armën vet në aksione? Po. Shqiptarët i shikojnë Zoti President, kom luftu për ta dhe për vendin tim dhe unë i besoj Padyshim. On a personal level, does that period haunt you? Unë nuk kom qenë larg nga frontet e luftës. Fitoria e Kosovës është më tepër fitore politike. Kom marrë pjesë në angazhimet tona operative dhe natyrisht se kur je në luftë nuk mund të shkosh pa armë. Keni përdorur armën vet në aksione? Po. Po kom luftuar. Unë vetë kom luftuar. Padyshim. edhe kjo nuk ka ndodhur. Edhe kjo ka ndodhur kundërta. Kjo i thoni ju. Jo, thotë. Ka ndarë. Të flasim se si paratë e buxhetit të Kosovës u derdhën në kontët e kompanisë RAD. Kompani kjo në pronësi të Rade Stević. E po ashtu, po lidhet që vllai i presidentit Hashim Thaçi, Idris Thaçi, i ka me biznesmenët shqiptar që kanë kontrata momentale me kompaninë RAD.